për të shpëtuar pluralizmin politik. Shpëtuar familjen. Ky është misioni më i lartë, më sublim. I jetësor, ky është mision edhe më i lartë, edhe më rëndësishëm se ai që përmbushëm në 90-të. Ky është mision që do të përcaktojë fatin e Shqipërisë, fatin e demokracisë në Shqipëri, fatin e familjes shqiptare. Ndaj dhe do të përulem para se cilit për jush, para të gjitha atyre që erdhen, dhe të betohemi ta vazhdojmë këtë betejë. Ta vazhdojmë këtë betejë gjerë në fitore. Ne jemi të pamposhtur, ne nuk mundemi kurrë. Kemi nisur këtë rrugë si njerëz të pamposhtur. Kemi para një kalpsirë, kemi para një kufon politike, kemi para një linje kufon politike, të cilat ne do t'i groposim. Do t'i arkivojmë aty ku kanë vendin regjime si këto. Pranaj, aksionin do t'ja informojmë për çdo hap, po ju garantoj se ky aksion nuk ndalet më kurrë gjerë largimin e Edi Ramës. Ai është armiku im, është armiku i shqiptarëve, armiku i generashionit, ja u thash aty, tre do t'jemi: drejtimet e protestës sot, kryeministria ndërtesa e krimit, ku kryehajdut pa imagjinoshëm histori, mbroj njëri tjetrin, firmosin me duart e tyre të zeza shkresa për të vjedhur qytetarë shqiptar, mesazhe për të vjedhur qytetarë shqiptar, parlamenti që asgjëson pluralizmin, surreli pallati tjetër i krimit, sepse rrënjtë e Akshit janë në surrel. Bazhanaku, Kunati, Bazhanaku i Edi Ramës dhe Kunati i Linda Ramës janë epicendra e të gjitha atyre zhvillimeve në Aksh, një sipërmarrje, një agjenci shtetërore që duhet të ishte modeli të gjitha modeleve në funksionimin e saj dhe që dëshmon se ishte kush i mori pengjet, kush urdhoi. Edi Rama urdhoi Ergjus Agasin. Asnjëri se urdhonte atë, ju them unë ju. Ai ishte më i fuqishëm se çdo ministër. Nuk kanë publikuar ata, ju keni parë dosjen e tij. I kanë heqë fotografi. Ja kanë heqë fotografi se aty shkon çdo ministër. Po, dhe kanë dhënë vetëm fotografinë e asaj Berlinës. Që është viktim. Ajo është viktim. Ju them, janë gjitha të fotografi aty pra. Pra, këto tre do jenë. Ne do shpëtojmë Shqipërinë. Ne do ta shpëtojmë demokracinë shqiptare. Tani e ndëruar në protest ftova dhe ftoj të gjitha ata shqiptarë që ndjejnë se Edi Rama s'do të qëndrojë në pushtet një minutë e më parë. Aty në protest, si që beti, ishte ca mesazhe, po s'po hyme i komentu të cilat tregonin se si vjedheshin para dhe shtroheshin në propagandë kundër jush, kundër opozitës, kundër popullit opozitar. Pra, këto. Ndaj dhe ky ishte një hap i parë drejt fitores, jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ne do vazhdojmë betejën tonë, me turim, me vendosmëri, me guxim të pathyeshëm. Ju përqafoj dhe Ndiqe mirë.
Gëstu, Edi Rama nuk